çka i bë arsyeshmëria do thotë e tauhidit, e që realisht është bukuria e islamit. Shembulli i parë është shembulli i relativitetit. Allahu subhanahu wa taala thotë kështu, o njerëz, thotë po a marrë me ju thuhet thotë juve një shembull, për çështën e tauhidit. Thotë po a marrë me ju thotë juve një shembull, këta të cilët ju po i lutni krahas Allahut. Dhe tash ndërkohë që më përmendni këtë ajet, këtë parafrazim të ajetit, do thotë vini në konsiderata se mi pas në përfiturim kushdo që u lut dikujt tjetër krahas Allahut. Prej dikujt i cili lutet një guri, dikush i lutet dikujt në një dru, ose dikujt në një statuj, ose dikujt në një shpyrtje që e menon, ku di çka. O ju njerëz, ja po ju jepet ju një shembull, ndëgjoni shembullin se është një shembull që doni me reflektuar ta. Thot inel ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Këta të cilët ju i lutni krahas Allahut. Këta nuk mund ta krijojnë qoftë edhe një mizë. Këta nuk mund ta krijojnë qoftë edhe një mizë, nëse bëhen krejt bashkë. Krejt do thotë, krejt që tash adhurojnë krahas Zotit, mu bë bashkë, me kriju një mizë nuk mundën. Pastaj thot wa yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Thot po edhe me ardh miza dhe me humor këtyne një diçka, thot këta nuk kanë mundësi me e shpëtu, janë të pafuqishëm që ta idhujt, të adhuruarit krahas Allahut, nuk mundën do thot ta marrin edhe ta shpëtojnë çat gjë prej asaj që po vën me e morën. Thot da'uf at-talibu wal matlub, i dobët është edhe kisha po lutet edhe kisha po i luteni. Tash koncepti i relativitetit. Nëse ti po i lutesh veç Zotit, je të i lut kujt? Absolutit. A ka logjik ti krejt kërkesat e tua mja dorësu absolutit? Ka logjik. A është e arsyeshme të mos e zëvendësosh absolutin me kërkë tjetër? Po është e arsyeshme. Do thotë, të e pas absolutin, ku është logjika me shku te relativi? Në kushdo që lutet edhe adhurohet krahas Allahut, kushdo që po i kushtohen adhurime krahas Allahut, kush është ai? Është një krijesë relative. Është një krijesë relative e varur prej krijuesit të vet. E varur prej plotfuqisë së krijuesit të vet. Sigurisht Allahu subhanahu wa taala e përmend në sfidimet kuranore, e përmend në realitet tjetër i ngjashëm me këtë parë, thotë: "Wattakhadhu min dunihi alaha." Thotë njerëzit shkojnë krahas Zotit i lutën disa idhujve, disa hynive, disa perëndive që ata i menojnë për perëndi dhe për hyni. Kushdo qofshin, ata menoni janë krijesa. Mas pronti janë krijesa, i takojnë botës së relativit. Thotë la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Thotë ata as nuk krijojnë kur gjë, përkundër ata janë të krijuar. Thotë ti krijuam ajo të cilët ti po i lutesh edhe është i krijuar. Ku është logjika këtu? Domthonë është e parësyeshme me u lut. Është e parësyeshme me u lut dikujt tjetër, krahas Allahut i cili tjetër është krijesë sigurisht do të thotë që je ti. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. As për vete ata nuk e kanë dorë domin apo dobien. As për veti nuk e kanë domin edhe dobien. Thotë wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. As nuk e kanë dorë jetën, as vdekjen, as ringjalljen. Thotë këto që janë vetit krijesave. Kështu që ti je krijesë, këta janë krijesë. Qysh më u lut dikujt tjetër krahas Allahut. Madje imagjino edhe dikë që ndoshta ty e menon diçka shumë veçantë, fjala bie për shembull profetët, qoftë Isa alayhis salam apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo profetët e tjerë. Fundja, a e kanë domin apo dobien dorë? Jo, nuk e kanë. A e kanë jetën, vdekjen, ringjalljen, nuk e kanë. Domthonë janë krijesa sigurisht se krejt krijesat e tjera. Ku është logjika më u lut dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala.